Shikues të radio televizionit 21, kur përmendet Shkupi dhe kur përmendet pikërisht për sportin përgjithësi, domethënë, edhe më një herë domethënë kur vish në Shkup, edhe të vjen mendja që Shaban Tërstena është pikërisht i Shkupit, duke marrë parasysh medaljet e arta edhe shumë trofe cilat i ka sjell pikërisht këtij vendi. Edhe sot e kësaj dite mbahet mend me olimpiadat, me shumë gjëra të bukura. Unë kam kënaqësinë sot që pikërisht në emisionin Një kafe me labin e kam zotin Tërstena këtu afër. Përshëndetje, kam kënaqësinë që jemi bashkë pikërisht në qytetin e Shkupit. Përshëndetje dhe ju, faleminderit. Unë thash domethënë që kur të vjen në Shkup patjetër që po i përmende sportin përgjithësi, vjen mend emri juaj duke marrë parasysh se medalje të arta, shumë ku ende sot e kësaj dite s'ka dalë dikush me aty rekordin. Po, ndërgjoni me të vërtetë për me bisedu për sportin e shqiptarëve, sidomos këtu në Shkup, është një histori që kalon zhurmet botërore, jo vetëm për qytetin apo për kombin shqiptar. Se pikërisht nga qyteti Shkupit janë që medalistat apo medalet e para në ishtë Jugosllavisë. Po, kanë ardhur pikërisht këtu. Pikërisht kanë dalë prej këtujt kanë dalë. Tash pe Ceki, që është një shqiptar në vitet 1972, i pari medal në ishtë Jugosllavisë, që 3 milion kemi qenë shqiptar në të okupimin e atërshëm, është një shqiptar që ka fitu medalën e parë bronz. Do me thonë, ajo është një histori. 1970 në kampionatën evropian, Sefer Saliu. Por për fat keq që ajo nuk jeton në mesin tonë, për çka në atë kohë problem ka punu me një punë të rrezikshëm me elicitet, edhe ashtu e përfundon karriera atina me vdekje. Po mas ati dije se këto vazhdojnë tradita e shqiptarëve sportit me mundje popullore që ka qenë një tradit. Çdo fshat, çdo darsëm që është bo mesin e shqiptarëve, ka pat një tradit, mundje popullore. Ju ndoshta i keni pa ata me vojnë, ajo është tradit shekullore. Kretë nacionet e kombit e kanë. Sidomos na që 100 vjetet fundit e kemi po edhe në tradicion, që pre këtina mundësave dolën edhe mundjen moderne, sikur që kemi dalë ne, për shembull. Do me thonë, këta është ajo hapat e para që mundja vazhdon, sporti vazhdon të krenohet me sukseset e arritura. Po kulmi i gjithë sukseseve dihet se jam une, edhe është kolegu im Sediu që jarritëm deri në kulmet olimpike. Tash mos flas se nuk është qëllimi vetëm orë olimpike, pikërisht unë jam ai që kam 20 medale vetëm botërore. S'po flas medalet në për lagja apo në për turnire, po flas medalet mediterrane, evropiane, botërore deri në lojët olimpike. Do me thonë, Shkupi ka çka krenohet, që si ka as Prishtina, si ka as Tirana. Kur jemi të këtu medale, 20 medale ja ki sjell Shkupit, çka ka jep Shkupi për ty? Kjo është një pyetje që çdo gazetar, çdo njeri që kam me mija qindra intervista, dokumente, dokumentar filma, i jepet kjo pyetja ju që jepni. Është me të vërtetë është një shpërblim, një dhuratë vendlindjes teme, sidomos këto qytetit Shkupit. Shkupit as shumë i kom dhënë duke filluar Shëndetin, Ndjersën, sakrificat shumë të madhe që ku bën një luftë të madhe për qytetin tim të Shkupit, duke pru të gjithë medalet në 5 kontinentet e botës. Do me thonë, një shqiptar del nga Gazi Baba apo Jaja Pasha me një kushtet si çdo shqiptar në atë kohë katastrofale, do të vështira po se po, edhe i shtypër politikisht, i shtypër në kretë aspektin njerëzor, edhe del i fiton të gjithë shtetet gjigante, duke fillu Amerikanët, Rusët, duke fillu të gjithë ata që e kontrollojnë botën. Çfarë kushte kanë qenë ata, e çfarë kushte ju mrit edhe ku më dalone. Kjo është një që deri tash nuk ka mujt dikush me vlesu këta, jo me vlesu, po edhe me mendua. Me mendu, po. Që me mujt, une 20 vite, do me thonë 20 vite, dikush
ka patë suksese mrena 2 vite, 3 vite. A kupton, edhe e ka ndërprer. Po unë 15 vite jam çdo herë sjellësi i medaleve botërore. Do më thonë, jo 1 vjet, 2 vjet, po 15 vite. 15 vite. Do më thonë, Jugoslavia 26 milion banor, ka pas sportista gjigante, unë i kumlon ata mbrapa. Ja, një sportist nga Shkupi. E shtaj vlerësimi. Vlerësimi është mizori. Tash, për edhe këta vetë për pës, qëfar kujtimi unë e kam nga Shkupi? Kushtete, qëfar do prezidenti, qëfar do njeri, qëfar do këta që e kanë edhe për para dhe, qëka unë tham kujtim kam nga shteti? Qëka, për shemull, që ju për shemull, s'kam kujtje, asgjë. Kujtim asgjë, po kujtimin madh e kanë këta premeje. Tash, ku është problemi, qëka është problemi, dijet, çdo i madh i vogël, atë shpërblimin nuk e kam marrë, vetëm pse e kam emrin shqiptar. Se ti kishin qenë dikush tjetër, këta meni medale, bon gjiganta, madhështore. Na i kemi përjetu vetë këtu, që me venet e pesta, u që një popull kretë në kam u që. Këta më pritja atë. Edhe këta janë ata një dhimbje, a këto me të vërtet një dhimbje se këta do të shkruan, po do të shkruj une, mos dikush tjetër, do të shkruj une personalisht. Po, kur jemi të shkrimi që jeni, unë e di që duke shkruar edhe komplet librin. Po, shiko tash, kjo është, s'po di që me të regua edhe, njerëzit shkrujnë se cili biografinë e vetë. Se cili e ka nivelin e një fshatit, e ka nivelit e një qytetit vogël, atë që ka dhonë kontribut. Po unë jam një personat që kom dhonë kontribut në 5 kontinentet. Edhe fati jem është që historien u deshke me shkrujt këta profesorat, këta që janë të sportit, pa marë pasysh cili, a pitove apo piktinave. Do me thonë, këta u deshke ta bojnë një biografi, një histori. Duke pas se nuk kanë kurfar interesi, kurfar të interesi, edhe une fillova vetë duke farëndur djallit tem, se djallit më shtini ma shumë të për me shku këtë, me bo këtë histori. Ma si s'ka dikush tjetër interes, me bo këta. Edhe me të vërtet është, kemi përfundu, dementivisht kemi përfundu një liber, që është një liber, mu të them lirisht, gjdo faqe që ka mu qelë, është histori. Gjdo faqe, do tjetë libri afer 450 faqe deri në 500 faqe, që du me thonë, me kretë dhe thonat, se kjo është fati i madhë, se sportisti nuk është politikan, sportisti nuk është njeri dikush tjetër, sportisti vetë e shku në histori. Sportisti e shku me rezultatet që ka rinë botërore. Sidomos pasqyra e një shteti është sporti. Pasqyra e një shteti është sporti. Çdo herë ka qenë. Çdo herë ka qenë sporti ka qenë pasqyra e një shteti, po edhe i kombit. Çdo herë ka qenë. Na e dimi se çdo herë edhe kanë qenë këta që sporti nuk do të futen në politikë. Çdo herë ka qenë sporti në politikë. Çdo herë se këto ka me miliona, e dim se në 1980 Amerika, Evrope e bokujtoj lonat olimpike në Moskva me shtetet komuniste e bokujtoj Amerikën, do me thonë, çdo herë ka qenë i lidhur me politikën. Politikisht edhe vazhdon tjetë çdo herë ashtu, edhe sporti është një ambasador për kretë nacionat, jo vetëm i shtetit, për kretë kombin edhe për atë shtetë ku jeton sportisti. Kur jemi tek sporti, ku jemi, do më thonë, në Shkup, ku jemi me sport? Ku jemi, do më thonë, përgjithsi sa janë aktiv shqiptarët, sa mundohen me japë, tash këta në tjetër, ndoshta është një dhimbje e madhe, ndoshta kur qifti juj keni arrit mjaft sukses edhe sot, do më thonë, nuk i keni vlerësimin për shkak se je shqiptar, tash sa e kam vullnetin tjerë, do më thonë, që me punun këtë aspekt dhe me punun drejtim të sportit, pikrisht. Gjose, kur të shte vlesot kohën që diskutum kohën e atërshëm edhe kohën e sot me to është dalimi shumë i madhë, si dita me natën. Tash në atë kohë s'kemi pat asgjë,
tash është pak më ndryshe, se u banën shumë lufta u banën, për me bo një liri, një prosperitet të ardhmën dhe një me pas kushtet. Kushtet mi pas. Tash, me vërtet, kushtet, po, kemi ata, tash nuk kemi kufar pengese. Normal, çdo problemet që kanë politikisht, çdo herë, ata kanë me qenë pengus. Ama, në qëtër, na i kemi njerëzit tonë, kemi pushtetin, kemi atje, por problemi është pse s'kemi sportista. Tash kjo është. Tash, na në kohën teme, ne s'kemi patë salla. S'kemi patë kushte, kur sot ekzistojnë kushtet, ekzistojnë barabar me shtetet evropiane. Ki kushtet, ki të gjitha adhe. Po ku është problemi këtu? Tash kemi vetëm reklamus. Reklamus. Shikoni, tash po vjen 30 vjetori i medalës e artë. Do më thonë, ne nuk kemi atë vullnetin për me morë norma olimpike. Më futë, se lonat olimpike se cili së shkon, duhet me mush normën. Na, nuk kemi. Dikush lavdrot 400 personit që 30 vjetë. Po pëse nuk punun 30 vjetë? Ku janë ata personat? A në zuni gjumja? Qka është muna? Vetëm me lavdrata? Pse nuk kemi? Unë e tregova në fillim, medalisti i parë ka fillu në qysh në vitin 1972, fillon këtë tjetëri, po filloj edhe une. Mas përfundimit karrierës time, ku shka? Tash nuk i problem kushte, su thu valaj mu pengon se s'malen mu kushte, s'milen ata, pikërisht shteti i sodit, këtu po flasë këtu në masë e ki një përpasi fito medale që e ki dhe pensionin. Ti e pensionin, ki ata kushte, tash mos atë, me të vërtet, kushtet janë, po nuk ka sport. Kemi vetëm reklamus edhe asë gjotë tjetër. Tash edhe ne kemi moshën tonë. Njerëzit që i kanë në përdor, na mumi me flasë ditë e natë, ama suksesi nuk është këto. Zoti Tërstena, ashtu mërë në kokë, kështu që para më do 20 medalje, ti kishe qenë në një vend tjetër. Ku ishe konë sëtë? Shiko, jo 20, vetëm një t'i shakon një t'i shapata në Amerikë, edhe pse kum pat shumë shansë në vitet 1984, edhe Amerika u qënkom edhe Turkia. Po, ashtu ishte situata e njerëzve në atë ko, nuk shlun, për çka se s'kishte kush me gëzu këtë popull këtu. Se unë isha shumë i ri, edhe kisha një vullnet që 24 orë stërvitësha për me arrit atë qëllimin. Jo vetëm me fjalë, se talenti, ne, çdo kështë abat talent. Jo be, talenti kryu se Zotin nga ka dhonë çdo njeri. Talenti do të me shfryzu këta rinia, nuk është qëllimi vetëm me talent më bo kret. Unë e ku shfryzu shumë. Kohën, talentin te me ku shfryzu, vetë personalisht, vetë e ku shfryzu, pa ndihmën e kur kujtëq. Edhe tash, nuk e di, kja është një problem, me të vërtet, inshallah, me ko do të kalojnë këta, ama derisa njerëzit s'kanë interes, nuk kanë interes me dhona të sakrificën, s'kur që kemi dhona për para. Kjo do të kete, do të shkojnë një ko. Po, nuk e di, kjo është që unë s'kam forcë për me ndryshu këtë situatë. Se njëru vetë së në ndryshon, definitivisht vetë nuk mundesh me bo kur gjo. Kisha dasht me të pytë, a të ka shku me ndë njënë me lonë Shkupin krejt? Po, drejtëm me të regu tash, jo Shkupin, e pashtë se mos vlerësimin totalisht, si nga Kosova dhe si nga Shqipëria, kër u bo kjo 100 vjetore, që asë me një fjallë nuk u falim drunë. Ma asë një fjallë. Jo me lonë Shkupin, me lonë me hikë edhe jashtë Shkupit, edhe jashtë vetë linjë dhe mos me egzistu ma kërkunis. Kjo vetëm të ne ndodhë. Kur kretë bota të vlerëson, se nuk janë, thashë, kimi lolloj sportista, po si cile e ka të nivelin e vetë e ka. Po në dërë ata, une jam bëj gjithë. E tash mos me të vlerësu, me asë një fjallë, me prëllë që vjetore, kjo është turpi historik. Këta e këmë thonë edhe para 2 vjetëve, jo që po e thamë juve, se kjo është
mos vlerësimi. Po tash unë e shpresoj, mos kjo generacion, mos kjo qeveri, historia ime do të vlerësohet. Do të vinë njerëzit që kanë me kuptu atë vlerësimin. Ma zakonisht dim me vlerësu njerëz kur shkojnë. Kur shkojnë, dhe më thonë, kur ndrojnë jetë atëherë dim për me vlerësu aq ma shumë. E na nuk t'ja dim vleftën kësaj kemi. Për fat keq kjo është vazhdon me shekullore kjo mos vlerësimi i shqiptarëve. Po unë mendoj se do të vijë një kohë, po s'po du tash edhe unë me përjetu sa jam moshën, me atë kontribu se njeriu dikush, unë thamë, vlerësimin edhe personalitetin tem, unë kush jam, e kum ditë në për Evropë. Evropa e civilizum, a kupton, kur e din se çfarë merita, çfarë personaliteti, çfarë suksese kam që mu barazu me Amerikanë. Shiko, vetëm këta, kuptoni këta. Kina i ka 1 miliard dhe gjysë. India i ka 1 miliard dhe diçka. A i dini se as Kina, as India nuk i ka këta suksese, këta medale që ka i ka mune. A së është krenar për një kom? Krenar dhëtë me qenë. Do me thonë, pse mos mu vlerësu? Ku ta barazojsh, a dini sukseset. Kjo është me të vërtet është normal, s'po thamun ata duhen me vlerësu ata profesorat e sportit, ata që e kanë, gazetarë duhen me vlerësu këta. Do të me bo, tash për shembull, u bënën 15 vite, na kemi bo luftë zbashku, ne kemi bo shlirimi zbashku e kemi bo. Nuk është vetëm një parti apo një grup, ne e kemi bo luftë, jo, në burë se i madhe i vogël, kemi edhe në kontribut për këtë liri. Po, s'ki qka me bo, kja është që po thuti, nuk e kishim sefte, ki po shkojke me tradit, mos vlerësimin, mos me ata, po... Po ndalë atë e përmendi djallin, sa fëmi i ke? Unë i kam 2 fëmi, kam 1 vajzë edhe 1 djallë. 1 djallë, kur djallit nuk i thonë... është interesant, fëmijët e mi, asë nuk i kum tregu kush jam, asë si kum leon histori. Personalitet mi tregu adhe ne, qka kum qenë une asë njëherë. A kupton, deri sa u rritën vetë, u rritën fëmijët, duke pa jashtë në për Evropë, se qfar vlerësimi, qfar respekti adhe, moshën kër e rritën adhe, edhe unë të rësuna ta me lexuma sa nëna për historinë teme adhe. Prandaj edhe mua është ma shumë të iniciator ka qenë djali për me bo librin. Nuk i insistu në njëre djalin që... Mos vëllë zote, ja. As pak eq, as pak. Unë të regua, as emri sport se a kom përmenë mundjen, a këtën. Ja, as pak. Ja, është një sport që është shumë e vështirë, edhe duke pas mos vlerësimin, ma mirë diçka kretë tjetër, kretë profesion tjetër, edhe prandaj adin... Nuk e këmë qenë adin iniciator, adin me u kapë, me u lidhë me sport. Edhe një salë do të emërojt me emrin të? Po, është një salë sportiv, që duke me bashkëpunim me komunën e Qajirit, kryetarit Zidit Mexhiti, me agjisionin e shtetit shtetërore me rininë e sportit, kishim vendos me emnu salën në emrin tem, po ajo salë normal është krenari për familjen teme personal, a kupton, po është krenari edhe për gjithë ata që do të hinë, që do të lujnë, a kupton, se kudo, une, së ku për marrë një fjallë, bile kur e kumë thonë, kur ma kanë dhënë pensioni shteti pensioni sportiv, edhe ju falim drova, thash, shko, thash, mos me ndoni se kitë pension jo, po ma jep një mu, pëse po ma bani kështu hadhe një të mirë. Thash, po ju thamë një fjallë John Kennedy-a, kur e ka thonë për shumë vite, do të me mendu popli, edhe popli do të me dhonë kontribut për shtetin. E thash, unë e këmë dhonë shumë për këtë shtet. Shumë këmë dhonë për këtë shtet, si sportist, si ashtu, prandaj, edhe ju falenderoj për këta që për e këtheni, adin këtë mirë. Edhe kjo salë, kjo inshallah tjetë një salë, a kupton që të mbushët me plot shampiona, me plot suksese, me plot ashtu, se në të ardhmen do tjetë e rinisë, se na jetomi sot, nesër nuk jemi, po do tjetë
emri do të vazhdojë, dhe sigur vazhdojnë këta tjertë. Qysh kemi bisedu ne sot, kështu që ata tri cilë kanë pak vullnet për sport, kanë mu largu me ik. Kështu që na duhet me bo një apel, se kushtet janë ndryshe. Rëthanat janë ndryshe sot, që pa tjetër sot duhet, mu mundu edhe duhet me japë ma tepër prej vetë vetës që mu marrë me sport. Për shkak se kjo është ajo periulla ndështë ku nuk jeni vlerësu jo, por sot vlerësohet. Vlerësohet ndështë kështu që unë po e bëj një apel për shkak se të rritë mendojnë që o zot nuk e kena asë na përkojnë, asë na mbështetjen edhe ftohme prej sportit. Na e tham pak për para. Kohën e kalushëm ishte e vështirë. Tash është një kusht që edhe shteti, edhe njerëzit e vlerësojnë shumë. Tregova pak për para. I keni kushtet urdhani, merri medale që i keni ata punoni. Punoni sjell një medale. Do të me punu, se ata që ka këmë bo une është një pik, shumë një pik e vogël në oqean. Oqeani ka dhe shumë zbulime, do të me vazhdu shumë. E kjo, po thamë, kushtet janë barabar me të Evropës. Sporti është net, sporti është diçka se cilë e ka të profesionin e vetë. Po sporti është edhe për kretë artistat, edhe ata që smiren me sport. Sporti është ishtë neshëm për gjithë njerëzimin. Sporti vetëm do të me vazhdu, me ushtru, me një disiplin jashtëzakonisht madhë. Disiplin, do të me pa disiplin. Njeriu për me arrit diçka, do të me pa disiplin, do të me pa vullnet. Se me siguri edhe ju të rritë, mos kishit pat ju disiplinë, edhe ju si shit unëgjët këto. Keni pësua, keni arrit lexime, studime, kumë e diçka. Edhe çdo njeri. Po mos me prit hazër dikush jep se kam unë e babën në qeveria, e kam diçka, hajde ti kime mri ata. E kjo është ajo që do të me punue. Nuk kryet kur gjo pa punë. Nuk kryet. Ata Japan punën 24 orë. Mas pak të popull në botë që egziston, pushime janë Japan. Po sot ku janë? Do me thonë, puna e sjellë gjithë shkafin. Zoti Tërsena, unë për të falenderoj shumë që gjete kohë që është bashkë me shikuesit e radio televizionit Disney, bashkë me shikuesit e emisionit Një Kafe me Lavi. Falenderit edhe juve, sukses. Inshallah vish për të mira takohem. Inshallah kur vi herën tjetër ka diçka të rejtë. Jo, ju jeni të partë mas 15 vite që interesoni për një sportist, mas 15 vite, nuk është pak, edhe ju nuk jeni njeri i sportit. A jeni njeri i sportit? E du sportit, po nuk jeni njeri profesional i sportit, nuk jeni. Nuk jam. Po du me thonë se njerëzit 15 vite jeni për herë parë ju që interesoni për një sportist, a din si une për shemë, prandaj ju falenderoj, edhe ju dëshiroj sukses edhe një herë. Për herat tjera me të mira takohem, pse jo? Po, naturisht, qëtu nuk kemi largë, që 50 km e kemi Prishtinë në Shkupin e kemi 50 km. Masara me mëftu më botim të librit. Botim të librit. Kismet, botimi do të botë, o të shku kretë me program, do t'jeni të ftu. Faleminderit shumë.